Okej, Nacho, mëngjesi dhe shpresoj që t'jeni mirë. Për sa i përket stërvitjes sotme, faktikisht nuk do të quhet stërvitje sepse më tepër po shkoj në një palestër të re për të provuar veglat sesa për të stërvitur rutinën që kam për full body lower bias. Më tepër sepse ky shoku që bën atje më tha që janë disa vegla që nuk i ke parë në asnjë palestër deri tani në Tiranë, kështu që thash fuck yeah, hajde ti eksplorojmë. Nëse pa humbur kohë, lexojmë edhe meditimin e sotëm ditor edhe shkojmë atëherë. 31 maj. Kemi vetëm një detyrim. Cila është thirrja jote? Të jesh njeri i mirë. Mark Aureli, meditime 11.5. Stoikët besojnë me të gjitha se detyra jonë në këtë tokë është të jemi njerëz të mirë. Është detyrë themelore e megjithatë jemi mjesha të vërtet për sa jo justifikime që t'i shmangemi asaj. Për të cituar sërish Beliçikun, kryej detyrën tënde. Që në të rast për mua është që ti s'ka ti të Tiranës. Let's get to the fucking gym, baby. Okay, Nacho. Jemi në Life Fitness si këtu në Fres me Pionin. Sot thjesht kemi për të eksperimentuar çik me veglat, meqense se janë ca vegla siç është pendulumi ose një tjetër këtu që si kam prekur asnjëherë. Marrove? Bravo. Okej. Dhe thosh në gjë Nacho. Jemi tuna. Normalisht nuk është se ka për që një stërvitje intensive, më qef me alë qef kam që të thjesht provoj veglat, edhe pendulumi e stirë për kocat. Ky është seti fundit warm-up seti për Po, seti fundit warm-up. Jashtëzakonisht shumë e mirë plako. Nuk e ndjen, ë? Nuk, do me thënë, jo se nuk i ndjej gjërat e tjera për shkakun që kanë bërë leg pressin ose hack squatin, po kjo është fiks, do të thënë vjen trajektora e peshës e levës, fiks te quadsat. Ja, se do të tregoj pajisjen tjetër pastaj që do të thuash. Kë power squat? Power squatin, po se ka parë akoma një. Kjo. Ti do jesh i pari të Shqipërisë që ta provosh atë. Ke qenë ti faktikisht. Sa i bën back off seti? S'pa bëj back off seti kjo. Një top set, okay. Sepse me këtë shoh pa me full body, për javë të fillon me 5 repsa. Aha. Dhe premte për shkak kjo është dita e tretë. Jam vizhele. Okej, në rregull. E thjesht sa kam të kallë. Jep. Jep. Ja një sekund. Brace. Bravo. Le. Ja thash. Hajde. Është humbling, e di. Është humbling. Hajde të bëjmë dhe unë humble. Okej, Nacho. Kua për të bërë humbled. Sa kile janë këtu? 50 kile. 50 kile, oh shit. Shit. Sa vone? 8. Ha? 8, po 6 e vështirë. 6 e vështirë me 50. Do me dari pra 5 kile. Imagjino me 80 kile ke gjë. S'ka pana e kile të kjo në vot. Në beso se do këta ime 3 kile të tani të Shqipëri. Jo, e rënd. Po efektive ama. Okej. 50 kile të kjo beso dhe i kile pak të squati. Ose jo, duke të 3 kile në 9 kile të squat. Të provojmë. Power squatin? Po, të një power squat. Okej. Kjo është i version i ri i power squatit. Kjo ka 2 nivele rezistence, pas peshave që vë. Tu është me rënda e vëgjim, tu është me leta. Si funksionon? Nëse personi të poshtë, ngrihet, tu janë 2 shulla që e mbajnë peshën që ta udhësh. Okej. Tu e ull to. E kyç, okej. Edhe ja jep, pa mundësi një squat. Edhe mund të bësh shumë dip, nga disa pendulumi.
E do ngrihesh prapë. Po që kësh në vetë. Po dhe peshave do të dush. Jo, kjo gjë duket vetëm makineria, po di unë, sa kila është vetëm makineria? Mund të jetë 30-40 kg ose 50 kg. Duket që është e rëndë. Është të rëndë sepse dhe pa pesha të peshon tërë kjo. Po që mund të ulesh thellë, kjo është e mira. Ja, super, super. Telefonit benzinë se. Pastaj ke top set jape. Tu s'kam bën ai top set vetëm sepse Ke dhe dera parë. tu e kam pasur në frikë. Ke ta Tu do provuar. jetë hera e parë për mua. Griu pak, edhe hiq ato. 3 që kështu sot. Pastaj më ashtu apo? Sa më thellë. Di me çam jam profili rezistencës kësaj? Ah. Me front squat. Prandaj është si e vështirë. Është me front Gjan squat. si front squat, po. Po me front squat nuk ulesh dot kaq shumë. Ulesh, po mbytesh. Po është dhe ajo që me front squatin po dosh peshë të madhe, do ulesh gjys. Po. Pëlqen. Tash. Gjan si front squat. Sa kile dhe i fusin sa i gjesh? E bëm 5 kg që të shohim ku jemi. Pastaj po jemi më mirë do vëmë më shumë. Okej. Jo, vetë kjo s'kam bërë asnjë, vetëm një herë që tash atë që po pret para dhe tash. Ti ka bën tek full body part për këmbë. Pendulume. Vetëm pendulume. Po vjen bënë. Po s'ke, do sa bën izolim se kuaz, izolim Jo amsi. flas compound vetëm pendulume, Pendulume, nuk bën domethënë këtë ose hack squat një kilo. Po bëre ato dhe ato vdiqje. Edhe nuk e fuqi pa të tjera, ato nuk ka. Jo në një ditë, jo në një ditë flas. Nëse te full body part për shembull bën pendulume, po them sot për shembull bëj power squat. Po e drejtë është aty, Atë është është compound. më shumë nga që ajo është më e mira. Po. Atë bëj gjithmonë atë. Ai do marrim për nga fat gjatësi më do më të mirë, a kupton? Sepse mund të bëj edhe hack squatin, a kupton? Atë fillon në fillim. Por që nuk ka vlen me bëu vetëm hack squat kur ke këtë, se kjo ka dashur nuk e je fiksi sa më mund të ka si më atë, bësh. Okej. E gjithmonë që s'është ajo më e mira, pse më do bëjmë më të mirë? Jo, thjesht pyeta kështu. Se normalisht Se në në një hack squatin sens- ka më të mirë. Kuazi ndo aktivizoj kjo dhe jam stringun, a kupton? Sa do thellë që i vetë. Po ajo është më e rëndë më e mirë. Po. Plus është nuk ke progresim, ka mund bësh progresim më shpejt. Sepse është drejt. Po. Kurse ajo nuk ke ashtyti. Kjo është më shumë. Po që nga makinerimi, dhe kjo është goxha makinerimi. Mendoj që me peshë të rënda do duhet një belt të kjo. Besoj, sa do të drejt që e ma shpinën kjo, prap do të duhet një belt, besoj unë. Jepi, push. Jepi, push. Hajde dhe i tjetër. Ne se ta bëj të fundit. Çfarë? Ta bëj të fundit. Super. Okej. Mendoj top setin jo, e lehtë, mendoj top setin E sa mund të bësh një 40 që ti? 40 total thotë? 20 ti? Apo 40 me gjithë paisin? Jo, 20, Peshë nana. 20. Ansore, të s'pajquj peshën kësaj. Ah, okay. Peshën kësaj Po, nuk besoj, kemi po. sëllë logaritëm në. Okej. Jepi. Televizi. Na bash kurizin, na bash kurizin. E, di. Ndaj tash duhet një kështu. Nice. Nuk mendoj që do bësh top set, apo jo? Da bëj një top set. Do bësh një top set. Sa të vdes. Da bëj një top set. Me sa Okej. të peshën. Unë po e bëj top set që tani.
Shiko, pa të gënjur, ishe e letë, për mua ishe e letë. Edhe me 100 kg mund ta bëja. Edhe me 100 kg. Edhe me 100 kg mund ta bëja. Për 8 përsëritje. Po. Po thjesht nuk duhet të shtrëngohem. Jo, pa tjetër. Ka të provosh ti top set? Ta provoj. Okej, mrapa më keq. Ta provoj, po ta provoj. Okej, shklodhët që Ta ka. atë të shohim ti. Masa. Jepi. Nice, bravo. Besoj dhomë me to më të bëj 60 kg. Jep. Do të keqin e pulpave. Kur vetë kena gjenetike. Jep. Opa, bravo. Hajde. Brace mirë. Shtrëngoj mirë. Ta. Super, kujdes shpinën, ma. Ja. Ka fritë. Bravo. Ka fritë të mbërojnë, po bërë më shumë. Jo, është tramove te kjo, kështu që më mirë është shumë, se pastaj thjesht do bëj për ego. Thjesht makineria ka të stabilitetin e burrë dhe di çfarë do bësh apo, e di që nuk ke mënyrë për të bësh me ego ose me kështu. Mbaj dhe në gjysmë. Me to kam fritë do të kapin gërçën e një ditë bërë. Shiko, provoj njëra me thënë mos e ke shumë të rënd, edhe ashtu. Shumë të rëmbë, tani do verë pika të bëtë e rëndë, që të bësh? Që të vendesh? Të ata shpirtin e këmbët që me mëgjesë. Jep. Rritë më kapën e ngërë që ka rëntume. Mua në gërçit tek më tepër më kap ku jam shtrirë. Atje kam verë. E shtrirë, shtrirë, po. Atje ma kris direkt, si vit shu letër. Bravo. Shkallët që këbede kam në tjetër. Më shumë probleme kam të pesha, se e di që mund të req, kam frikë mos më lëviz. Dhe nuk e bëjo tamam. Të pesh, nuk e ndjef shumë të mbredin, po thjesht mos më lëviz. Edhe që kjo që më lëviz shike edhe nuk jam stabël, vesh e popër. Ja, shef. Kam fuqies në zhvimën të ngritër, po që Po që ke frikë se mos ta bën si letra e zup. i ajo është. Ose me i pashën reps. Okej. Mercitit është më mirë, E son thjesht nga që bëj tek full body im të tash ta provoj tek kjo, po tek kjo është më duk më e mirë. Jo, e mirë është, thjesht këtë që po ngrej lart, o po e mbaj dhe kontrol 100%, po kontrol 100% është e Jo, bezdisë. më qevi, më e mirë se palestra që kam unë. Kalojmë upper tani? Kalojmë upper. Upper. Shumë e mirë. I like it. Bërë të reps më duket. Urdhër? Të reps e i bëne? Po, të ti bërë. Ka bëj dhe unë një. Okej. Ja, më i por të shpinë. Valla i kuqërojsh ti sa të ngresh. Te kjo të është edhe shkoj shumë sashke, për momentin të 25. Kështu që do llogaritë për një anë. Besoj edhe 60 mund ta bëj këtë. Po cila hani Po dhe të 60 se cila anë, po. E bëj 60 për 8 e bëj. Incline? Incline dhe.
Ti s'bën palestër valla, ti të moralizon valla ç'a. Ti s'bën pesh, ti vap dhe i kalon me 30 kg, 40 kg. Ja, më kur, nuk shtrëngojmë dhe tani. Sa efektiv ka qenë full body për ty? Super fare ka qenë. Një muaj e gjysmë si e ti, janë arritur tëra ushtrimet që bëj me përrejt shkëmbë, se këmbën janë arritur shumë. Po të që janë full për balde janë me 20 kg, 30 kg rritje, një muaj e gjysmë. Atë që muaj e gjysmë është për fiks, se ja bën një muaj e gjysmë. Krahët, thashun, kanë marrë, duken. Se duket ta marrë. Po, krahët ta marrë. Nëse mua më duhet në ka 1 metër. Sa më marri mua ajo. Po që për pesha ton unë nisa incline benchin, nisa me 50 kg, me të 85. Me 35 kg rriti, a kupton me një muaj gjysmë vallai. Për na e them. Që të sakta, a kupton, deri në fund të gjoksi edhe ngre pa Po, blok. forma standardizume. Atë thashëm se për shumë edhe aty, për shumë aty bëra 6 repse sakt, sa të tjera ishin kot, nuk i quaj, a kupton. Ato fos janë të sakta nuk quaj. Sa për video. Jo, më vjen mirë që janë ndërgjegjësuar edhe të tjerë të plako për këtë pjesën e stërvitjes, do të thënë se edhe Thomas i e përmendi çik e video. Jo, janë Nuk kam shtu. TikTok, po na tregoi Claudio. Janë shtuar pak, të them drejtën, janë shtuar pak. Tuta palestra ime nuk ka ai shumë, do të thënë përveç atij çuni dhe mua mund të jetë një tjetër maksimumi. Po, po. Po Pak që në shapur. shumica nuk shapur para bëjnë. llafe. Po. Shumica nuk para bëjnë full body. E quajnë kështu. Ose upper lower. Apo lorës me dhallë. Po që full body nuk e quajnë kështu, se duket çuditshme thonë, bë gjoksa shi, bëj këmbë pasaj. I duket bëj si program shpinë. fillestar. E, Si që bën ashtu bëj I thonë përgjithshme. përgjithshme, bravo, bravo, e përgjithshme. Ja, fiks. Ato vllazë s'po vinte. Ai ja thonë e përgjithshme. Po. Akustikën, e pas ka shumë mirë palestra. Po ka vënë në boks. Po bëj 10 sopë vetëm sa Po, bëj jo, deri bëjmë sot. një set nxemje po që mendoj unë edhe bëjmë top set tjetër. Vëmë Me 40. 40, po edhe tjetrin top set. Incline, me sidomos në atë kënd, unë mendoj që është më tepër shumë dominant për supin parë se sa është shumë. Që në vërtet jashtëzakonisht e rëndë. Për makinë e nuk jam bërë një lloj zemër. Jo, po ajo është me vërtet shumë e rëndë. Janë ca, janë. Ah, top set, here we fucking go. Jep, fort. Ha, Efektive. I like it. mirë. Papi mirë. Jep. Nice. Bravo. Bravo, Alvegna. Edhe tre të i bëj. Po prish që formën më duket mua, fundit. Ti ke mundësi të shtrëngohesh, se unë nuk shtrëngohem ta. Mirë. Zota prish formën. Ja, shumë mirë ishe, mirë. Aq 5 repsa nuk vim më shumë. Vendimi i mirë isha që more, po unë nuk shtrëngohem dot tash. Sa e ke ulur këtë gjë me plak. Nuk më nxë mua vlla. Nuk më nxë mua. Shu është ku e shumë i gjatë. Është problemi. Si duhet të duhet bjone. A biçme. Nice. I like it. I like it. S'kam që të bëj. Laterale? Ha? Laterale? Ok, në. Provoj makinerinë e laterales. Kjo ka dy versiona të shoh, në është këtu.
Okej. që është thjesht standardi lateral lezës. Ka atë poshtë që mund ta bësh besoj për kjo që ka rënë. Për rear delt. Po. Kjo që kemi nuk e vjen. Laterale do të, lateral. Diçka e tillë. Është okej. Reverse plank. Laterale do të. Bëjmë me këtë në fillim, në zinxhen. Okej, fulja. Bëjmë tek set në zemë. Wow. Në rëmë veshët qëtësi tani. Shqyqyra, bërë. Pas për dhjë në muzikë. Shqyqyra. Në zakonisht e bëjmë me kavë këtë, ushtim, më para bëjmë me banjani. Unë të dita ime faktikisht kështu e kam, me kavë e kam të apër. Me kavë është mirë se bëjmë me kapsët. E së dhe kjo e mirë që e kam për qenga. Sa dhe i pusim sa gjesë? A bëjmë me 10? Me sa të bësh? 15 theshe? Shërë me 15? Unë se bëj dot. Ti ta bëj për ty, unë se bëj të vetë. Piston fare. Ha? Piston fare. Mendoj që edhe me 12.5 e bën këtë. Po, e bëjmë në me pas. Më ati është gripi më limiton. Pa. Gripi të limiton shumë me to se të gjove të bërë. E bën dhe me 12.5. Kur vjen peshët e rënda, valla i limiton gripi. Do bëjmë akoma të bëjmë. Jo, besoj me afton të. Po përdor çik peshqirin tënd. Po, leja bërë se s'ka gjë vëse e djerësin e të s'bet pjesë. Ky është Smith mirë, po, se kemi të nga të Smith tu. Ka me që qonë dhe në fund. Edhe e zjatë maksimumi, për që... se ka e ndi. Shke që... Për që një pesha të rënda, nuk të rëshet dore. Dhe një të rëshet dore. Dhe me qik flex tek e pasqyre që të ti edhe e Bëjnë, e mbyllë. Tu dhe që ka tek? Ti e unë? Shiko këtu. Qoj dorën këtu? Këtu? Të rishë kështu? Si ku për bën dorë? Edhe ushtra forcë për kjo, edhe ngjeshe këtu kështu. Bravo, që ke përsi edhe bëj dhe qik tjetë, kështu që duket kjo të vime këtë dhe. Këtu. Mirë, plako, nga hera fundi që të maj mend, je më mirë. Me të pare një më që ke parkur, po. Biceps në shumë, për që... Po, biceps e nuk e bërë, s'ke panë, se me një biceps s'ke që panë. Biceps e kam që panë shumë. Duket pak, ka si me të valaj. Gjeshe mas trupit, edhe shiko. Dorën këtu tërhiqe këta mas trupit. Shumë t'ilë. Po, bravo, hajde që. Më mirë, shumë. Si të dhe muskut e bakë, bravo, më mirë. Shohi në të. Të kam që, të si po së shumë, që s'ka më po më kra. Ti e tregon, ti duke që ke bërë më masë, kështu e tregojnë më masë, po bëj flex edhe bicepsa dhe këta tregon shumë. Shumë. Bicepsin shumë edhe bëj flex, një stajt barka, bravo, shumë. Darë, pasë në s'ka. Zirë dhe shpirit. Mirë, për që më, është edhe mirë kamerë në të? Nice. Vetëm të lonka të plakë që. Ka barë me kime që. Ti ke high insertion në shumë. Po si kishtë, ti ke tamam trup bëmare. Për një muaj e gjysë punë, valla i nuk jam e shkiri futball. Një muaj e gjysë punë.
Jemi pulpat e ke mirë. Pulpa po, pulpa e kena. Pulpa që vetë dominante të muskë. Pulpat e kena. Që kështu, që supë më duket se mirë, se shumë në kam, të vëzhëm të ndërë. Supet mrava thotë apo supet Komplet. Edhe brapa, kërësh, ka. Shiko, po dalë shumë. Po është të ngoj, duket mirë. Po. E ka me që genetike në fakt, që supën e kam mirë. Ri ansor. Ansor jam brapa, ansor kështu si çam. Shiko, bëj shumë flex. Po. Kemi parë që ke që bëj vetëm. Po. E ka, se Për shumë, po ti me aqë shiko, se me sheket, je dominanti të si të më të madh dhe shkja bëhet më gosë. Ka ca që kanë më të madh dhe se më të vogël. Ja, po të supë ashtu në gjithmonë, po. Se është është në mishë kësa një duke komplet, pjesa e. A po të pak dhe nusët e pak dhe ke të tushë. Ja, është të bajone. Është bifotë, da, nëse në grejtë se këtu, po. Ja, dhe i ullin e ti S'kam shumë pasë. Nëse unë i kam... Qik pasë, qik. Unë i kam shumë të diamosra. Po të e ke mirë, po qash. Ka si në mush. Më nëse i kam sportisti në pak. Qikisti. S'kam, dhe ti e ke shuzikët. Kam bom. Ti ke bom, për për që. Na, është jeshtë në stude babëm, janë duku qimë në shumë të shi. Dhe është pinë, dhe është më të matë. Jo. Hape kështu, shiko. Okej? Hape, bravo. Më kështu shiko, po të hape. Nxjerrë të ndace. Mos i makash, mos i çdo mra, nxjerrë çik para kështu, që duhet ndace. Shumë dhe çoj para këtë. Okej, Nacho, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer storia me pionin sot. Kush e pa video deri në fund si gjithmonë me thënë ndalini në një emoji, në një krah kështu, ose edhe në koment kritik konstruktive do thoya, ose çfarë do doni faktikisht, thjesht ndalini në koment, share, subscribe ata që s'kan bërë subscribe. Instagramin e Bioni që do lënë description për të interesuarit, edhe shihemi tani në stërvitjen e radhës. Peace.